Nga Gideon Rachman. Presidenti Amerikan Donald Trump nuk do ta fitojë kurrë çmimin Nobel për paqen, por ai duhet të jetë një president i fortë për çmimin Charlemagne, i cili jepet çdo vit personit që ka dhënë kontributin më të madh për unitetin evropian. Presidenti i SBA-s ka tërhequr Rusinë, ka minuar besimin në aleancën e NATO-s, ka kërcënuar BE-n me tarifa dhe ka nxitur të djathtën ekstreme në Evropë. E gjitha kjo ka pasur një efekt galvanizues në BE. Hapa themelor drejt unitetit më të madh evropian, të ngecur për dekada, tani janë duke u zhvilluar. Ekzistojnë 3 fusha kryesore për të parë. E para është mbrojtja evropiane, e dyta është borxhi i përbashkët evropian, e treta është riparimi i përçarjes midis Mbretërisë së Bashkuar dhe BE-s. Lëkundje dramatike në opinionin publik evropian i mbështesin këto zhvillime. Një sondazh javën e kaluar tregoi se 78% e britanikëve e konsiderojnë Trumpin si një kërcënim për Mbretërinë e Bashkuar. Rreth 74% e gjermanëve dhe 69% e francezëve janë dakord. Në një sondazh tjetër, Franca u vlerësua si një partner i besueshëm nga 85% e gjermanëve dhe Britania shënoi 78%, SBA-ja ka rënë në 16%. Shumë lider evropian pajtojnë se Amerika e Trump tani është një kërcënim, megjithse pak do ta thonë me zot lart për arsye diplomatike. Ata janë gjithashtu të vetëdijshëm se si aleanca transatlantike tani në dekadën e saj të tretë i ka bërë ata shumë të varur nga mbështetja ushtarake amerikane. Kjo nuk është vetëm një çështje e parash, varësitë vërtet të rrezikshme janë nga teknologjia dhe armatimi amerikan. Evropianët mund të shohin se sa në telashe janë ukrainasit pas vendimit të administratës Trump për të ndërprerë fluksin e inteligjencës dhe armatimit, pra ata po ndjekin një politik me 2 pista. Ata duhet vënojnë ndërprerjen e mbështetjes ushtarake amerikane për Evropën, për aq kohë sa të jetë mundur, duke u përgatitur për atë moment sa më shpejt të jetë mundur. Kjo ishte logjika pas vendimit të javës së kaluar për të lejuar Komisionin Evropian të mbledhë 150 miliardë euro për të shpenzuar në industrinë e mbrojtjes së BE-s. Shpenzimet e reja ka të ngjarë të përqendrohen në zonat ku vendet evropiane janë veçanërisht të varura nga Amerika, siç është mbrojtja ajrore. Lëshimi i borxhit të përbashkët evropian është vetëm një mënyrë për të mbledhur para për mbrojtje. Ai gjithashtu ofron mundësinë për ndërtuar euron si një alternativë ndaj dollarit, si një monedhë rezervë globale. Kapricioziteti i administratës Trump do thotë se ekziston një oreksi i konsiderueshëm global për një alternativë ndaj thesarit të SBA-s si një aktiv i sigurt. Tabuja kundër borxhit të përbashkët evropian është tradicionalisht e fortë në Gjermaninë e kursyer, është thyer pjesërisht gjatë pandemisë. Tani ka të ngjarë të fshihet. Friedrich Merz, i cili do të jetë kancelari i ardhshëm i Gjermanisë, po lëviz gjithashtu për të përjashtuar shpenzimet kombëtare për mbrojtjen dhe infrastrukturën nga kufit kushtetues të vendit të tij për shpenzimet e deficitit. Kujdesi i saj fiskal në të kaluarën do thotë se Gjermania ka shumë më tepër hapësirë për të marrë hua sesa Franca ose Britania me borxhe të mëdha. Një formë e keynesianizmit ushtarak mund të ringjallë ekonominë më të madhe të Evropës, siç më tha një biznesmen kryesor francez, me më shumë se një prekje ambivalence. Është shumë e qartë, gjermanët nuk mund të shesin makinat e tyre, kështu që ata do të bëjnë tanke. Favorizimi i fundit i Trump për Evropën është për shpejtimi i afrimit pas Brexit mes BE-s dhe Britanisë së Madhe. Sir Keir Starmer dhe Emmanuel Macron, liderët britanik dhe francez, kanë punuar së bashku ngushtë në Ukrainë. Ata mund të formojnë një triumvirat fuqishëm me Merz. Një mekanizëm për rritjen e shpenzimeve ushtarake do të ishte një fond i ri evropian i mbrojtjes në cilin Britania mund të marrë pjesë. Kjo do të kishte virtytin e shtuar për t'i dhënë Mbretërisë së Bashkuar dhe BE-s një formë të re bashkëpunimi që shmangri hapjen e kutisë së Pandorës së Brexit. Perspektiva për të riparuar disa nga dëmet e shkaktuara nga Brexit nënvizon se ky nuk është vetëm një moment kërcënimi për Evropën, është gjithashtu një moment mundësie. Evropa tani mund të ofrojë në mënyrë të besueshme një mjedis biznesi më të qëndrueshëm se Amerika e Trump, e cila tashmë mund të reflektohet në performancën relative të tregjeve të aksioneve në SBA dhe Evropë. Ndërsa administrata Trump shton sulmin e saj ndaj universiteteve amerikane, ekziston gjithashtu një shans për të tërhequr studiues kryesor në Evropë. Hendeku në pagat dhe paratë e kërkimit midis Amerikës së Veriut dhe Evropës është i madh, por shumat e përgjithshme të parave të përfshira janë të vogla, kur krahasohen me shumat që hidhen për mbrojtje. Do të ketë shumë mosmarrëveshje dhe pengesa në rrugën drejt unitetit më të madh evropian. Franca dhe Gjermania tashmë po përplasen për mënyrën se si do të shpenzojë paratë e tij fondi i ri i mbrojtjes i BE-s. Çdo përplasje e tillë do të ushqejë skepticizmin e atyre që thonë se Evropa nuk do t'i bashkohet kurrë. Kishte dyshime dhe pengesa të ngjashme në rrugën shpeshherë me gunga drejt krijimit të komunitetit origjinal evropian të Qymirit dhe Çelikut në vitet 1950 dhe monedhës së përbashkët në vitet 90, por udhëheqësit evropian arritën atje në fund sepse imperativi politik për të rënë dakord ishte kaq dërmues. Të gjitha hapat e mëdhenj përpara për unitetin evropian janë shkaktuar nga goditjet gjeopolitike. Së pari fundi i luftës së dytë botërore, pastaj fundi i luftës së ftohtë,
Tani me mirësjellje të Trump, ne po shohim fundin e aleancës transatlantike. Evropa ju përgjigj me forcë dhe shpikje dy sfidave të fundit të mëdha mund ta bëjë përsëri.